Horoskopi për ditën e diel, 18 maj 2025, parashikimi i yjeve për të gjithë shenjat. Dashi, kjo ditë sjell energji të përzier për ty. Nga njëra anë, marrëdhëniet me miqtë dhe grupet ku bën pjesë janë të ngrohta dhe mbushen me mirëkuptim. Do ndjesh një ndjeshmëri të veçantë dhe mbështetje nga ata që ke përreth. Njerëzit do të tregohen më të hapur dhe komunikimi do jetë më i thellë. Nëse ke ndonjë aktivitet grup ose takim miqësor të planifikuar, ai mund të jetë emocionalisht i kënaqshëm dhe i frytshëm. Por nga ana tjetër, mund të lindin disa tensione në sferën personale, veçanërisht aty ku bëhet fjalë për çështje financiare ose materiale që lidhen me fëmijët, partnerin romantik ose një lidhje emocionale. Mund të ndihesh i keq kuptuar apo të kesh mosmarrëveshje për ndarjen e shpenzimeve, ndihmën financiare apo për vlerësimin e gjërave. Këshilla: mos lejo që tensionet të një pjese të ditës ta errësojnë gjithë ditën. Kjo është një kohë për të ushtruar durim dhe për të dëgjuar me zemër të hapur. Në vend që të përpiqesh të fitosh debatin, përpiqu të kuptosh se nga vjen tjetri. Kjo do të ndihmojë të ruash paqen dhe të mbrosh marrëdhëniet e rëndësishme për ty. Demi, sot është një ditë kur shkëlqen në sytë të tjerëve i dashur dem. Imazhi yt publik është i fortë dhe të tjerët, qofshin prindër e pror apo figura me ndikim, të shohin me admirim dhe respekt. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të bërë një lëvizje të zgjuar në karrierë, për të promovuar një projekt personal ose për të kërkuar mbështetje nga dikush që ka pushtet. Fjalët e tua janë të fuqishme dhe sot mund të ndikojnë shumë nëse i përdor me mençuri. Nga ana tjetër, klima në shtëpi mund të mos jetë aq e qetë, mund të lindin debate ose mosmarrëveshje me anëtarë të familjes, ndoshta për detyra të përditshme, për vendime të rëndësishme apo mënyrën se si e ndan kohën mes karrierës dhe jetës personale. Tensioni mund të vijë nga ndjenja se nuk po përmbush të gjithë pritshmëritë në të njëjtën kohë. Këshilla: mos lejo që presioni profesional të ndikojë në marrëdhëniet e tua familjare. Tregohu i duruar dhe i kujdesshëm në komunikim me njerëz të afër. Mbaje mend se ndonjëherë një fjalë e butë dhe një xhest mirëkuptimi vlen më shumë se sa një zgjidhje e menjëhershme. Binjakët, sot dëshira jote për aventura është e fortë, i dashur binjak. Mund të josh një udhëtim spontan ose të marrësh iniciativën për të planifikuar një arratisje interesante. Qoftë një udhëtim i vogël, ndjenja e ndryshimit të peizazhit të frymëzon dhe të jep energji të reja. Është një ditë ku horizontet e reja fizike e mendore të tërheqin me forcë. Në anën tjetër, mund të ndjesh një nevojë të fortë për të shprehur bindjet e tua, veçanërisht në lidhje me çështje fetare, politike apo filozofike. Ky pasion, për të thënë të vërtetën tënde, mund të shkaktojë tensione me dikë që mendon ndryshe. Edhe nëse gjithçka mbetet e pazbuluar në sipërfaqe, energjia e pakëndshme mund të ndihet në ajër. Këshilla e ditës: je i kujdesshëm me fjalët. Është në rregull të kesh opinione të forta, por ruaj balancën dhe dëgjo dhe palën tjetër. Marrëdhëniet afatgjata vlen më shumë se një debat i përkohshëm. Gaforja, sot mund të kesh biseda të rëndësishme rreth ndarjes së pasurisë apo diçka që zotërohet në mënyrë të përbashkët. Ndoshta mund të jetë një trashëgimi apo një investim ose një përgjegjësi financiare. Lajmi i mirë është se këto diskutime kanë gjasa të shkojnë në favorin tënd. Mund të ndjesh një lloj drejtësie dhe mbështetje që të jep qetësi. Megjithatë, në anën tjetër mund të lindin mosmarrëveshje për para ose prona me dikë më të ri në moshë. Ndoshta një mik, një vëlla apo një pjesëtar i grupit. Edhe çështjet e vogla mund të ndezin emocione të mëdha nëse nuk trajtohen me kujdes. Këshilla e ditës: Gafore, trego zemërgjerësi. Ndonjëherë duke bërë një hap prapa, fiton më shumë në planin afatgjat. Mbaje fokusin në atë që ka vërtet rëndësi për ty, paqja dhe mirëkuptimi. Luani,
Sot hëna ndodhet përballë shenjës tënde, gjë që të kërkon të tregohesh më bashkëpunues në marrëdhëniet me të tjerët. Kjo do të thotë se për të shmangur tensione duhet të jesh më i hapur ndaj këndvështrimeve të ndryshme dhe të përpiqesh të gjesh një rrugë të mesme, sidomos në marrëdhënie personale dhe bashkëpunime me të tjerët. Nga ana tjetër, mund të ndjesh nevojën për të treguar forcën tënde dhe për të mbrojtur veten, veçanërisht nëse përballesh me mosmarrëveshje me prindërit apo figura autoritative. Dikush mund të sfidojë pikpamjet ose vendimet e tua dhe ti mund të ndihesh i detyruar t'i vësh gjërat në vend dhe të flasësh hapur. Këshilla e ditës: të jesh bashkëpunues nuk do të thotë të jesh i dobët. Ruaj qetësinë, por mos lejo që të tjerët të shkelin mbi parimet e tua. Trego dinjitetin dhe forcën që të karakterizon. Luan. Virgjëresha. Sot është një ditë e mirë për të ndihmuar të tjerët. Je i gatshëm të ndihmosh dhe të krijosh një atmosferë mbështetëse për çdo që ke pranë. Mund të ndodhë që ti të ndihmosh dikë që ka nevojë ose vetë të marrësh ndihmë pa e kuptuar. Kjo krijon një ndjesi të mirë bashkëpunimi dhe afrimiteti me njerëzit që ke përqark. Megjithatë, nga ana tjetër, duhet të jesh i kujdesshëm me bisedat që lidhen me tema të ndjeshme. Një debat i tillë mund të kthehet lehtësisht në mosmarrëveshje. Kështu mund të prishësh harmoninë që ke ndërtuar deri tani. Ndaj më mirë shmangi këto tema pikante sot, nëse ndjen që dikush po ngul këmbë në pikpamjet e tij. Këshilla e ditës: Virgjëresh, duhet të ruash qetësinë dhe të përqendrohesh te ndihma dhe puna e përbashkët. Jep më të mirën aty ku ka vërtet rëndësi dhe mos harxho energji me debate që nuk të çojnë askund. Peshorja. Kjo ditë është shumë e favorshme për dashurinë dhe kohën e kaluar me të tjerët. Takimet romantike, daljet spontane ose një aktivitet argëtues me miqt mund të jenë të paharrueshme. Mos planifiko çdo detaj, lëri gjërat të rrjedhin natyrshëm. Sa më spontan të jesh, aq më shumë do kënaqesh sot. Megjithatë, për disa prej jush mund të lindin tensione rreth çështjeve financiare, borxheve ose pronave të përbashkëta. Nëse ndodh një diskutim i tillë, përpiqu të qesh i qetë. Mos u përfshi emocionalisht. Sot nuk është dita për të zgjidhur problemet e ndërlikuara të parave, ndaj mos i prish atmosferën e bukur. Këshilla e ditës: gëzoje ditën, shijoje shoqërinë dhe lëre kontrollin me njan. Por në çështjet financiare mbaj një qëndrim të balancuar dhe diplomatik, ashtu si çdi të jesh ti, peshore. Akrepi. Sot është një ditë që sjell ngrohtësi dhe mirëkuptim në bisedat familjare, veçanërisht me një grua në familje. Mund të jetë nëna, motra ose dikush e afërt. Mund të diskutoni për mënyra të reja për të përmirësuar ambientin tuaj të përbashkët, si për shembull një rregullim i brendshëm, një dekor apo ndonjë plan për ndonjë mbledhje të vogël familjare. Ky bashkëpunim do t'ju jap kënaqësi dhe do të forcojë lidhjet tuaja familjare. Megjithatë, paralelisht me këtë ngrohtësi, mund të lindin disa tensione me partnerin ose me një mik të ngushtë. Një fjalë e thënë pa menduar mirë mund të ndesë konfliktin. Kujdes, mos i merr gjërat shumë personale. Jo çdo kritik është sulm. Këshilla e ditës: përdor intuiton tënde për të ruajtur balancën mes ndjeshmërisë emocionale dhe realitetit. Nëse shfaqet një keqkuptim, merr frymë thellë dhe përpiqu të dëgjosh pa reaguar menjëherë. Shigjetari. Sot është një ditë e gëzueshme dhe plot energji pozitive për ty shigjetar. Humori yt i mirë do të ndikojë në gjithçka rreth teje dhe do të ndihmojë të vlerësosh gjërat e vogla në jetën e përditshme, që nga një bisedë e këndshme deri tek një moment i thjeshtë në diell. Është ditë ideale për të marrë pjesë në aktivitete argëtuese, sidomos në sporte, lojra me fëmijët apo ndonjë ngjarje kulturore
apo artistike. Zgjo krijimtarinë dhe dëshirën për të shijuar jetën dhe mos u mbyll në shtëpi. Kontakti me njerëzit sot do të jetë shpërblyes dhe ti do të ndihesh më i gjallë dhe më i lidhur me botën. Këshilla e ditës: përdore këtë energji për të përforcuar marrëdhëniet dhe për të sjellë gëzim në jetën e të tjerëve. Edhe një fjalë e mirë nga ti mund të ndriçojë ditën e dikujt. Britsjapi. Sot do të ndihesh më i lidhur me hapësirën tënde personale dhe do të kesh dëshirë të përmirësosh atmosferën në shtëpi. Mund të ndjesh një impuls për të bërë ndonjë blerje të bukur, ndonjë mobilje të re, ndonjë dekor të veçantë apo diçka që i shton ngrohtësi ambientit. Gjithashtu sot mund të shpenzosh për të organizuar një mbledhje të vogël apo darkë me miqtë apo të afërmit. Kjo do të jap kënaqësi. Megjithatë, mos harro se energjitë sot janë pak të ndara. Ndërsa dëshiron qetësi dhe harmoni, mund të kesh tensione mes prindërve dhe fëmijëve ose në marrëdhënie romantike. Dallimet në mendime mund të lindin papritur dhe mund të ndezin emocione të fshehura. Në vend që të hedhësh zjarr në konflikt, përpiqu të gjesh një zgjidhje të përbashkët ku të gjithë të ndihen të dëgjuar dhe vlerësuar. Këshilla: mos lejo që situatat e vogla të prishin ditën tënde. Bëhu udhëheqës i qetësisë dhe përdor mençurinë për të ruajtur harmoninë në shtëpi. Ujori. Sot do të ndihesh një dëshirë të veçantë për të kaluar kohë me miqtë dhe njerëzit që do. Atmosfera sociale do të jetë e ngrohtë dhe e mbushur me energji pozitive. Kështu që është një ditë e shkëlqyer për të ftuar njerëz në shtëpinë tënde dhe për të shijuar shoqërinë e tyre. Do të kesh aftësinë të krijosh një ambient ku të tjerët ndihen të vlerësuar dhe të mirëpritur, gjë që do të rrisë lidhjet dhe do të forcojë marrëdhëniet me ta. Megjithatë, është e rëndësishme të shmangësh ndonjë tension familjar që mund të lindë papritur. Përpiqu të mbash nivele të larta dhe pozitive në biseda, duke mos lejuar mosmarrveshje apo fjalë të vogla që mund të prishin këtë ditë të këndshme. Fokusohu te gëzimi i momentit dhe falendero njerëzit që ke pranë. Këshilla e ditës: mbaje lehtësinë dhe pozitivitetin në çdo ndërveprim tëndin, sidomos me familjarët. Kujdesu që energjia e mirë që krijon me miqt të mos humbas brenda familjes. Peshqit. Sot yjet tregojnë një energji pozitive për çështje financiare dhe mund të rishni mundësi përfitime ose përmirësim të situatës ekonomike. Kjo mund të shpjegojë dhe dëshirën tënde për të qenë bujar, ndoshta po bëhesh i gatshëm të shpenzosh pak më shumë për veten apo njerëzit që do, duke bler gjëra të bukura dhe të veçanta. Kjo është një mënyrë e mirë për të shijuar frytet e punës tënde dhe për të përmirësuar mirëqenien personale. Megjithatë, përpiqu të shmangësh diskutimet e ndjeshme, sidomos me vëllezërit, motrat apo njerëzit që ke kontakt të përditshëm. Çështjet e pushtetit apo mosmarrveshjet mund të shkaktojnë disa tensione të lehta që mund të lodhin emocionalisht. Pyetja e madhe është: sa rëndësi ka kjo pas një viti? Prandaj, përpiqu të mos skatarrohesh në konflikte që nuk do të kenë ndikim të gjatë. Këshilla e ditës: mbaje zemrën të hapur dhe bujare, por ruaju nga debatet e kota, fokusohu tek ajo që të bën mirë shpirtërisht. Ju urojmë një të diel sa më të paqët, për ata që punojnë suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.